ndaj meja atëherë më vjen keq që jam i detyruar ta them, po kjo është e vërteta dhe nuk është e tërë e vërteta, se po më vjen keq ta them unë, u zhvillua një fushat e egër, deri aty sa Komiteti Komunal i Lidhjes Komuniste të Strugës, po edhe Kryesia e Lidhjes Komuniste të Republikës së Atëhershme të Maqedonisë, po edhe organet e sigurimit shtetëror. S'linin gjë, pa thonë, duke shpifur, duke thonë është nacionalist, është separatist, është dëmtist, është biri një familje balliste, armiqësore. Dhe u bë edhe një letër, të cilën në nënshkruan bashkëfqatarët e mi, përfaqësuesit të tashtëqytetave, organizata shoqëro-politike dhe të bashkisë lokale, të cilët ishin njerëz gati gjysmë analfabet, disa kishin qenë edhe rankoviqistë, dhe ata thoshin ne gëzojmë të gjitha të drejtat, ndërkohë që asë një firmë në fshatin tim, asë në Tandin, asë në qytet, ose asë kishte në gjuhën shqipe, asë një gjerë. Që diçka së ndodhë kërkun në botë. Unë kam qenë vizitar breshët e Italisë dhe në fermë, shkruante edhe municipalia, edhe bashkia, do në midis Italie. Edhe po flasë për vitet 70, po edhe më vonë, vitet 2000. Dhe u zhvillu kjo fushat, ishte e turshme ajo. Erdhi ajo letër me zarf të kuq, se kuqja ishte simbol i regjimit komunist. Edhe me vull të kuqe edhe në fakultet, dhe kërkoi nga organizata themelore e fakultetit atëherë filozofik që të merreshin masa ndaj meje.